Dashi, kjo javë do të nisë me shumë energji dhe dëshirë për të ndryshuar disa gjëra në jetën tuaj. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re ose një propozim që në fillim duket i vështirë, por më vonë rezulton shumë i mirë për ju. Në dashuri do të kërkoni më shumë vëmendje dhe mund të bëheni pak impulsiv. Ndaj kujdesi me debatet e vogla. Fundjava sjell një takim ose një lajm që ju ndryshon humorin për mirë. Demi. Për Demin, kjo do të jetë një javë më shumë financiare dhe praktike. Do të mendoni për para, investime, shpenzimet e ndoshta për një blerje të rëndësishme. Në dashuri, gjërat do të jenë të qeta, por do të kërkoni siguri dhe stabilitet emocional. Në fund të javës mund të merrni një lajm nga një person që nuk e keni takuar prej kohësh. Binjakët do të kenë një javë me shumë lëvizje, telefonata, takime dhe ide të reja. Mund të hapet një mundësi e re pune ose një bashkëpunim që vjen papritur. Në dashuri do të ketë flirt, komunikim dhe mesazhe, por duhet jeni të qartë në atë që doni. Kujdes me lodhjen sepse do të jetë një javë shumë dinamike. Gaforja. Kjo javë do t'ju bëjë të mendoni shumë për familjen, shtëpinë dhe të ardhmen. Mund të merrni një vendim që lidhet me një ndryshim në jetën personale ose profesionale. Në punë do të ketë pak stres, por gjithçka do të stabilizohet nga mesi i javës. Në dashuri do të kërkoni më shumë siguri dhe ndjenja të vërteta, jo aventura kalimtare. Luani do të jetë në një javë ku do të dojë të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të keni një sukses në një projekt, një intervistë, një dalje publike ose një punë që ju bën të dukeni më shumë. Në dashuri pritën emocione të forta, por edhe pak xhelozi ose tension. Fundjava është shumë e mirë për dalje, festa dhe njohje të reja. Virgjëresha do të merret shumë me rregullimin e gjërave që kanë mbetur pezull. Do të jetë javë organizimi, dokumentesh, punë dhe vendimesh praktike. Një çështje financiare ose pune që u ka shqetësuar mund të zgjidhet. Në dashuri do të jeni më të ftohtë se zakonisht sepse mendjen do ta keni te puna dhe planet. Peshorja do të jetë në një javë vendimesh të rëndësishme, sidomos në marrëdhënie dhe bashkëpunime. Dikush mund t'ju kërkojë një përgjigje përfundimtare për një çështje që zvarritet prej kohësh. Në punë mund të keni një mundësi të re ose një ndryshim pozicioni. Në dashuri duhet të jeni të sinqertë sepse e vërteta do të dalë gjithsesi. Akrepi do të ketë një javë intensive emocionalisht. Mund të zbuloni diçka, një sekret, një të vërtetë ose një informacion që ndryshon mënyrën se si e shihni një person. Në punë duhet të jeni të kujdesshëm me kolegët dhe konkurrencën. Në dashuri do të ketë shumë pasion, por edhe tension, edhe xhelozi. Shigjetari, kjo javë sjell ide për udhëtime, ndryshime dhe plane të reja. Mund të mendoni për një udhëtim, një kurs, një projekt ose një ndryshim pune. Në dashuri do të kërkoni liri dhe hapësirë, ndaj mos merrni vendime të nxituara. Fundjava është shumë e mirë për shoqëri dhe argëtim. Britsjapi do të fokusohet shumë tek puna dhe karriera këtë javë. Mund të merrni një vlerësim, një ofertë ose një përgjegjësi të re. Financat përmirësohen, por gjithsesi do jeni shumë të kujdesshëm me shpenzimet. Në dashuri do të jeni më të rezervuar dhe do të mendoni më shumë se sa do të flisni. Ujori do të ketë një javë surprizash dhe ndryshimesh të papritura. Një telefonat, një mesazh ose një takim mund të ndryshojë planet tuaja. Në punë mund të vini me një ide të re që vlerësohet. Në dashuri pritet njohje të reja ose rikthime nga e kaluara. Peshqit do të jenë më emocional se zakonisht këtë javë dhe do të mendojnë shumë për ndjenjat dhe marrëdhëniet. Mund të afroheni më shumë me një person ose të largoheni përfundimisht nga dikush. Në punë do të jetë një javë e qetë, por duhet të shmangni dembelizmin. Fundjava sjell një moment të bukur, një takim ose një lajm të mirë.